Selam aleikum hoxh, më trego diçka për macet. Dhe është haram t'i trembim se familja ime nuk I duan thot macet. Më trego se çka është maca. Aleikum selam wa rahmetullah. Macja është një krijesë prej krijesave të Allahut lartësuar. Është krijesë e pastër, është prej krijesave pra që rinë nëpër shtëpiat tona. Dhe profeti alayhis salam pra thot innaha layset binejisin. Ajo nuk është pra e papastër. Pra është e pastër macja. Njëri prej shokëve të profetit alayhis salam, nga që vazhdimisht mbante një mace me vete, e quajnë Ebu Huraira. Pra si babai I macës, pse se vazhdimisht e mbante macen me vete. Ky shok I profetit alayhis salam. Keqtrajtimi I kafshëve është mëkat I madh, Zoti na rujt. Madje përmendet në hadith për një grua e cila ka hyrë në zjarr për shkak të një macje. Sepse e ka mbyllur dhe nuk e lejonte, pra nuk I jepte as të hante dhe as të pinte. Zoti na rujt. Prandaj nëse familjarët nuk duan që ta mbajnë në shtëpi, nuk duhet ta keqtrajtosh. Pra nëse nuk do, mund ta largosh, si I thon, por pa e keqtrajtuar. Dhe pa e penguar nga ngrënia apo pirja. Pra, nuk e do, nuk do në shtëpi, mund ta largosh pa keqtrajtim. Zoti ju rujt.